Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për gjitha mirësitë e Tij, salavatin me pejgamberin alayhis salam, familjen e Tij, shokët e Tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër, para se të filloj me temën, kjo është gjumaja e parë, ligjërata e parë në vitin 2026. Sigurisht që të njëjtë po ndihemi sikur sot një javë, po besoj që nuk keni vërejt diçka që ka ndodhur për javës të kalune, çështë është jeta krejt. Nuk është mirë muhabit, nuk është mirë me qenë pasus të verbër që kemi thonë shumë. Kjo ketë në hyrje para se të flasë për temën. Unë dje ju thash disave këtu në xhami që u dëgjen mbi 200 shtëpi për një natë në Kosovë me 6-7 milion që të fukarallakin tonë të madhin, në që të papunësin tonë të madhe, u dëgjen mbi 200 shtëpi të fukarave. Me qef, me men kry, me vullnet, qitojnë krejt mjetet pyroteknike, shpenzimet ata me një përshkrim të vogël. Njët njerëz jemi, kush për shembull ka ndryshu, kush u shëru, a ju bon ilaç dikuj këto investima, çka u bon? Përkundrazi. Kemi 3-14 plagosur, një të mytun, e shumë të tjera. Sigurisht ju kujtohet hyjtja javës të kaluar. Ju tham që të gjanën ditën e gjykimit, kanari i ka veç dy anë, peshorja. Një anë i matë se vapët, tjeta i matë gjunahet. Qito që ju bonën qito 7 milion në 10 që ju hargjetën, ka për qesmi. Ku do t'i qesin qëta njerëz? Nëse menojnë që i qesin anej ka se vapët, se këna bo sadaka, kjo s'ka sens, s'ka logjik, s'ka... Këto se thët asë një fmi, ma di asë një qmendur me pyjtë se thët. Atër krejt në kontën e gjunaheve. E pse o vëzni kjo? Inshallah unë uroj mës me pas për gjematit kësi. Uroj, zotëruna me pas për gjematit që vjen më falë, prej atyne që konë hisenik, pjesë që tyne, qoftë edhe një dritë që ka bli pak ma te për natën e vitit 3, me bo pak në shpi ma dritë. Edhe me për qatë dritë ko me hiqdo. Wallahi për ja u them, kështu me bindje, me besim që ju du. Wallahi unë e kam përgjithësi që më gardian ju, se njerëz nuk jenë të e ditë qka i përret. Që vllazni, sot 2 janari, qka ndryshoj atmosfera, bota, që u dhanë gjithë që atë pare. A si kur t'ishin dhanë, ku duhet, vërtet t'ishmi ndryshu. Për shamu mu pashu të pak të një numër i madhe i ty me thonë, për i Zotit, po e kom pas plan një 100.000 euro me shpenzu natën e vitit 3, po që tu do me dhonë fise bili la, te i kiamet ish për men për të mirë. Si dhe qoftë të ndershëm vëllezër, kthehemi temës, Allah na vedisoft, Allah na përmisoft, Allah na rregullohet gjendjen. Pesheni vëllezër këto punës shkojnë pse na jem shqiptar, na jem kështu në jo. Çaj që e njeh Islamin, ai vetëm me Islam që do sa ne kuptohen. Me fejtë Zotit. Wallahi që të gjana as kuptohen pse e doktor shkence, as kuptohen që i multimilioner, as kuptohen që i biri filonit ose jojo. Që të gjana veç me fejtë Zotit kuptohen, me besim të mirë. E kuptohen mirë besimin, e ki kryt rahat. Për ndryshe, wallahi kemi shkum mrapa ati që vjekesh se kush po të dheq në kësi gjanash. Jemi duke trajtu një cikël të ligjëratave, cilën e kemi titullu Kodi i mirësjelljes. Sot do ta sjell me një temë të re, e njohur për juve, po gjithsesi që kemi nevojë mja përkujtu vetvetes e juve, sidomos gjeneratës të re. Do të flasim për vlerën e mikpritjes, vlerën e mysafirit. Gjithsesi që është prej kodeve të mirësjelljes, e që në fakt të ndershëm vëllezër, në hyrje të kësaj teme po flase, edhe kjo temë tregon për vlerën e fesë islame, vlerën e Islamit, vlerën e mallit Zotit, që
çdo segment, çdo porë të jetës e ka zbukuru, e ka hieshu, e ka rregullu. Pra, feja islame i ka dhënë si vëllezër kemi folë në javët e kaluara radhazi për çdo segment, domethënë të kodit të mirësjelljes, për janë parëve të ngushtë familjes, fëqinësisë, jetimve, e sot po flasim për kodin e mirëpritjes së musafirit. Kjo jemi kuptua vëllezër për rregullimin e jetës sociale me gjuhën moderne. Rregullimin e jetës sociale. Llogaritni vëllezër, edhe kjo çështje është pjesë e shpalljes para 15 shekujve, edhe pse e njohur qysh herët. Mikpritja të ndershëm vëllezër, pritja e mysafirit ka qenë pjesë e të gjithë pejgamberëve. Gjithë pejgamberët e Zotit, profetët e Zotit e kanë pas mikpritjen, pritjen e mysafirit, e vizitorit, pjesë të jetës tyne. Pastaj kjo çështje ka qenë e njohur të ndershëm vëllezër edhe te arabët e hershëm. Prandaj dhe Muhamedi a.s. para se të shpallej pejgamber, ka qenë mikprit si njohur. Pejgamberi a.s. para se mu bë pejgamber, ka qenë mikprit si njohur. Dhe këtë e vërteton pejgamberi në hadithin që kanë nxjerrë Imam Buhariu, rastin e Khadijës, gruas së tij. E dini që pejgamberi a.s. para se të vijë shpallja, një muaj është izolu në shpellën ku i ka ardhur Xhibrili, në shpellën Hira. Edhe atë ditë që është ballafaqur me Xhibrilin a.s. që kanë filluar jetët e para me zbrit, ka ardhur pejgamberi a.s. në shtëpi te Khadijja, te gruaja e tij, i trënditur, i lodhën, i raskapitur, deri në atë mas që s'ka mujt me qetësu vetveten. Edhe ja ka fillu Khadijja me numëru mirësitë e pejgamberit a.s. Vëllezër, du më shkput pak, se unë nuk du veç me rrëfy histori, po du praktikisht me përjetu. Gruaja mirë, gruaja vizionare, gruaja mëshme, ka pa që burri është i trënditun, ka fillu me ja përkujtu gjanat e mira. Ky le të jetë një mesazh për motrat, gratë, qikat tona, bijat tona. Burri është normale me pas trënditje, me pas siklete, mu ballafaqu me një problem në rrugë, me fy dikush, me ofendu dikush, mu lodh në punë. Gruaja nuk duhet tash kur të vjen burri me ashqita një 10 thas në shtëpinë. E shet që burri është i lodhën, për shembull gruaja u përgatit tën ditën kena me shku dikon. Ai çit gajle ka. Që kena me shku, vjen burri i lodhën, edhe ja ka prish agjendën. Thos kena me shku, se çështu më ka ndodhur, tash aty kallet lufta. Gruaja mëshme duhet me lexu burrin në gjendjen faktike. Khadija radhiyallahu anha i ka thonë, asesi, mos u dëshpëro. Ti e ke bë këtë mirë dhe këtë mirë dhe këtë mirë dhe ka thonë, o tuqri ad-dayf. Ti mikprit si mirë i musafirëve. Subhanallah, ja ka përmend edhe këta. Stup ti Zoti. Asnjëherë mos u shqetëso. Çështu vëllazër, gruaja mirë çështu të më konë. Në rastet kriza nuk ka burri, ajo më përmend të mira, ju të vjen ti gjithë çështu çuçani e konë, e gjithë çështu i dopje konë, e çka më të bëunë tash. Ndodhin këtu. Po ndodhin vëllazër. Jo, pra prej kësaj e mësojmë edhe këtë segment. Pastaj vëllazër, mikprit kanë qenë edhe populli jonë, shoqëria jonë. Mikpritja ka qenë shumë e njohur nivel ballkanas po flas. Shoqëria jonë, pra shqiptare, muslimane, në të gjitha trojet, pa dallim. Mikpritja ka qenë e njohur, madje e shkruar në për libra, e madje e përjetuar për gjithë neve, gjenerata që kanë moshë, që kanë jetu para lufte, e din që pritja musafirit tek ne ka qenë pjesë aktuale jetës. Për mjau, për afru pamjen të rive, gjeneratës pas luftës, 2000 e kënej malet, po flasë si dëmës në fshatra, gjithë shtëpi, ose pjesa dërmuse, kanë pas odën. Oda për ka nuk konë? Oda konë e musafirit. Nod, pra, dhoma e veçantë e musafirit. Në qytete konë dhoma e musafirit. Edhe në për qytete konë dhoma e musafirit. Nështë banesa ka qenë shumë e vogël, ama kjo ka qenë dhoma e musafirit. Ka pas shtërojen e veçantë. Ka pas mbulojen e veçantë.
kur vjen musafiri, mbulojen, do thot veçantë, edhe nod, në fshatra, edhe në qytete. Që kjo kon deri me standarde deri në luftë, edhe pak vite mas luftës. E tani qysh I kemi hjek shumë sene tjera, edhe kësaj fatkeqësisht shumë kush I kanë shkele. Për atë arsye, pra vëllezër, duhet me uru vlera. Si do të qoftë, populli ju njihet me këtë vlerë, du ta filloj nga e para, du ta filloj prej njerëzve më të mirë, qysh ata I kanë gostit musafirët. Pra fillimisht vëllezër, fjala musafir në gjuhën arabe ka për qëllim udhëtari që ka ardhur prej largëti. Ndërsa vizitorit I thënë daif, çështë Allahu ka përmend në Kur'an. E Allahu e ka specifiku mesin e pejgamberëve Ibrahimin a.s. Ju e dini që Ibrahimi a.s. njihet si baba I pejgamberëve, por edhe njihet baba I musafirëve. Njihet edhe me këtë epitet. Baba I musafirëve, Ibrahimi a.s. Allahu xhelle xhelalu ka folur shumë në Kur'an për mikpritjen e Ibrahimit a.s. Përveç që ka rrëfy për jetën e tij, unë po du me cek disa citate në surën Adh-Dhariyat. Citati 24 edhe 26, Allahu xhelle xhelalu thotë: "Hal ataka hadithu dayf Ibrahim." A ke ndëgjuar ti, atë ka ardhur informata për vizitorët e Ibrahimit. El-mukramin, të respektuar, të fisnikruar. Idh dakhalu alayhi fa qalu salama. Kur hynën te ai I dhan selam. Qala salamun qawmun munkarun. Ja u kthej selamin, tha ju jeni popull I panjohur te kon, sepse nuk I njefte Ibrahimi alayhis salam. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. U largu nga musafirët fshehur azi, pa e vrejt, shkoi dhe e therri një veç të majun. Vëllezër, nuk kemi të folë në vitin 2026, tash mos sa kemi hi. As nuk kemi të folë në kohën e bollëkut. Jemi të folë për një periudhë që njerëzit, që I kena mri dhe na lemon atë kohë, kanë jetu për me siguru kafshatën e gojës. E llogaritni, s'po thot këtu, Allahu, që Ibrahimi a.s. shkoi au prejti një pul, ose një gjell, një knus, ose një qingj, një veç të maju ma djekarë, e ka detaju Allahu. Pse që të detaje vëllezër kanë thonë djetarë, por më nga të regu që kë ka qenë I veçantë. Ibrahimi a.s. ka qenë I veçantë. E llogaritni pra, vetë plus, thuhet që në qëtë kohë, kur ka ndodhur që kjo, Ibrahimi a.s. I ka pas mbi 100 vite. Vetë që to nuk I ka thonë gruas, nuk I ka urdhnu tjerë, shkoni prej një musafirëve përgatinjoj vetë. Mirë, po Allahu e ka përdorur këtë termin faragha ila ahlihi. Pra, u largu prej musafirëve, mos me vrejt fort ka po shkon, tek po shkon që mos mi bezdis musafir. Ka dalë dhe e ka therr një veç të majën. Por këtë që të detajet të ndershëm vëllezër tregojnë për Ibrahimin a.s. se ka qenë vërtet shumë mikpritës për musafirët. Të ndershëm vëllezër, këto vlera që na I kemi pa, I kemi prek të parë tonë, baballar, gjyshlis të gjyshlit, I kanë dëgju, edhe kanë ditë që kanë bazë, edhe kanë vlerë të madhe. Qëto detajet të ndershëm vëllezër janë shumë të rëndësishme për neve. Dhe du ta ceki pra të nxjerrmi disa mësime. Në radhë parë, musafirllaku nuk njeh mosh. Nëse Ibrahimi a.s. pleqërinë e thellë, mbi 100 vite I ka pas, kur I ka prit musafirët, edhe u dal vetë e ka therrë. Se në atë kohë, domthon, çito lajme që I ka sjell Allahu, ato melaset kanë ardhur, ka ardhur Gjibril a.s., Mikaili edhe Israfili, kanë ardhur në formën e njerëzve. Për atë arsye tha, ja u kthej selamin, tha nuk po ju njeh, se si ka njoft Ibrahimi a.s. Me pas ditë që në melasë si çdalej me therr viçin. Po, I ka po që njerëz, pa I vetë ka hinjar të kënjove që ka tregu që spionjer, o dalë edhe ka therr viçin. Pra, që kjo është që I kena mri edhe na vëllezër. E kemi mri që ta kemi përjetu. Para lufte po flas. Kur ka ardhur dikush pi viseve të larta, nuk e kanë vetë kurra ke humur drejka, ke humur ka fjalla, ke humur. Jo. Pika e parë, si ka hi musafiri not, është porosit gruaja me sjell ushqim. Qoftë nëse ka ardhur herët mëngjesi. Ka humur, s'ka humur së pytaj, ja kanë qu.
Qështu ka në vëllezër të na. Llogaritni po flas unë për një kohë para 3-40 vjetë, kur ndoshta edhe s'ka pas shumë ushqim, e llogaritni sot në çfarë situate jemi, në çfarë gjendje të mirë, alhamdulillah jemi, po punë musafirllahu tani metet për me bë muhabet tutje. Gjithashtu të ndershëm vëllezër, thamë që ka qenë i njohur me gosti edhe pejgamberi alayhis salam Muhamedi alayhis salam. Du ta ceki një rast se shumë ka për të folë këtë temë. Qysh i ka prit pejgamberi alayhis salam musafirt, ka qenë i njohur, po themi, zakonisht musafirt kur kanë ardhur në xhami, që aty kanë pas si stacion, si pikë grumbullimi, edhe vjen një person i huaj në xhamin e pejgamberit alayhis salam, edhe thot kush po bën gosti. Pejgamberi alayhis salam i thot dikujt pi shokëve, shkoni vetë një gratë e mia, qysh i kanë rënë. Po flasim për 9 gra, 9 familje. Hin dikush, rani pyet, oj filane, a ki ushqim se i ka ardhur një musafir pejgamberit? Ka thonë veç ujë kam. Te dyta veç ujë kam, te treta veç ujë kam, nënta veç ujë kim. Çi kjo kanë gjendja e pejgamberit alayhis salam. Uji e ka ardhur në transmetim tjetër që 2 muaj edhe 3 muaj nuk u ka zjam në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, hurma edhe ujë kanë hangur. Qysh i ka thujt Ashja, 2 të zezat. Qysh i thujt Eswadan, kur e kanë pyet çka keni hangur, ka thonë 2 muaj ose 3 muaj suzi, nuk u ka zjam. Llogaritni pra një dua me pas bë pejgamberi sa më zhbo milioner. Po Allahu xhele xhelalu ka përgatitur për ahiret. Pra çështja e asketizmit të vëllezër është shumë e rëndësishme, me kon asket me kursy, po edhe më kanë i kënaqur me ato çka Allahu xhele xhelalu ta ka thënë. Kryesorja s'ka mujt me çun shtëpi se s'ka pas kur gjë. Po e pyet kush të merr musafirin tem, edhe të shohët janë prej ensarve, venalive, vendasve të Medinës, po e ceki këtë rast dhe po e mbylli hutbën, ndoshta me dëmsime sepse edhe koha ngushtë. Edhe njëri prej ensarve thotë unë pe marroj dërguni Allahut. Shkon te gruaja e tij edhe i thotë nderama musafirin e pejgamberit alayhis salam. Llogarit i fan deri. Tash mja çështu kanë në kalunën vëllezër, na që e kemi mrri, kur kanë pas darsma tek ne viteve 80-ta, 70-ta edhe më vonë, kur jenë bo darsme, bo 2-3 ditë darsme, kanë ardhur musafir për viseve ndryshme, një koqiri s'ka mujt këtëve mi bo konak, i ka shpërnda musafir, te vllau, te migja, te kusherini, që ta shë e kena mëri na. Edhe tash, llogaritni, kush po mang nërën musafirin tem, musafirin e pejgamberit alayhis salam. Këta janë musafir të filonit, do më përveç që musafir janë edhe të filonit, po kanë qenë më të veçantë, musafiri i pejgamberit alayhis salam shumë i veçantë. Kryesorja shkon për vetë gruan e tij, çka ka pi ushqimit. I thotë njëri nuk kem kur gjë pas ushqimit fëmijëve. Kur gjë tjetër s'kem pas ushqimit fëmijëve. I thotë duhet me neru se është musafir i pejgamberit alayhis salam. Ai më ka porosit me neru. Kryesorja vonë, siç ka në transmetime, domon natën ka ndodhur kjo, në orë të vona, i jep gruas 3 porosit. I thotë qiti fëmin me fjetë, përgatiti qatë ushqimin që ka ki për fëmi, edhe rregullo llamën që ka bo dritë. E qysh me bo këtë punë, kanë ardhur musafirt, kanë hi, që ka me bo punë së ushqimit. Gruaja në siklet, po kur e ka kuptu vlerën se kujna po i bon hizmet, shërbim, atëherë u pajtu që edhe fëmin me i lanë pa hangër. I ka thonë që fëmin qiti me fjetë. Qiti me fjetë më herët, do më honë, s'bëhat nami e vëllezër një natë, dhe mësë me hongër nuk des kërkush pa hongër një natë. Sepse e kemi një projekt, kjo projekt, Allah po do me bo me neve diçka. I ka qit me fjetë. Edhe qëtë ushqimin e fëmijëve që ka pas, jo për veti, s'ka pas ushqim, për burrën dhe për gruan s'ka pas ushqim, vish për fëmijë. Ka thonë gatuje, përgatiti që ka shumë. E tash për mu duk që ka shumë dhe mësë mi qinë sikletë fjala, musafir, ka thonë, kur t'hin musafir, të tulen musafir, shko kishe për regullojat lomën të shëme. Që kur t'ja qesi musafir e ushqimin, mës me pata që s'po haone. Një koqiri, s'ka mujt me hongër, se s'ka pas qa me hongër. Edhe ka shkym kjo lomën, edhe kanë hongër ata dritën.
edhe kanë hongër ata nuk e kanë ditë është një koqiri ashtu hongër e ju. Edhe u kry kjo muhabet, në sabah kur i ndalë me folë namazin e sabahit në xhami, para se me folë kë, pejgamberi alayhis i ka marrë myshde. Thot, Allahu u gëzu me mikpritjen që ju e keni bërë musafirit. Allahu u gëzu me mikpritjen që ju e keni bërë musafirit, edhe ka zbrit një ajet për qitë punë. Thot Allahu xhelle xhelalu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Besimtarët e mirë i japin prioritet të tjerëve, edhe pse vetë janë më të nevojshëm për çatë sen, për çatë ushqim ose diçka, pra japin prioritet të tjerëve. E ai që e largon tahmasharllakun, kooperacion për vetvetes ka shpëtu. Çështu është ajeti kuranor në suratul Hashr citati 9. Deri në kiamet vëllezër që kjo ajet ko mu lexu. E po tash, krejt kush e boni që kushtimisht pequj që dinasti, ose kush e boni që gruaja mirë. Gruaja mirë. Se gruaja ka mujtë mi thonë njeri, nuk kemi në shkahon. Unë ushqimin e fëmijëve, së njep musafirit. Po, s'pata të kush me thirë musafirin, vish ti me thirë, e të ngjashme që është din, dhe më në këtë ko, me ti numru, dhe me thonë, referat. Amo aja ka bo sabër, edhe fëmija jenë qunë sabah shënësh, s'ka vdek kërkush. Amo te në kiamet, ka më lezu që kja jetë, aty një shkën se vapi. Vëllezër, çështë gjana do të mi kuptu mirë edhe të rejtë. Që kjo është puna musafirllaku. Unë mendoj, veç që kjo ngjarje me kanë me ardhë për vlerën e musafirllakut, mendoj hiç asnjë argument tjetër mos më kanë, na mjafton me kuptu çfarë vlere ka te Allahu musafirllaku. Pra, gruaja e mençur, gruaja mikpritse, gruaja burrnesh, po ka thonë, e kanë dëgju burrin rreth parë. Që kjo është problemi, e kanë dëgju burrin, burri ka dhënë 3 porosi. Pra që ti fëmijë me vjet, llamen rregullohet dhe ushqimin përgatitet. 3 ti ka bë. Që kjo është tani shpërblimi. E pastaj edhe ajo ka hinë pjesë këtij citatit kuranor. Vëllezër, me këtë temë duhet më shoqëru, besoj edhe ligjëratat të tjera, sepse edhe pse kemi ndëgjuar këto argumente, po kemi nevojë edhe më t'ia përkujtojmë vetvetes. Allahu na mundësoft që të jemi një koqër të mirë, të respektojmë musafirët. Allahu na mundësoft me prit dhe me pas musafir, Zoti shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah rabbil alamin.